Unë jam Gentiana Lia Shala, me profesionin e inxhinier elektroteknikës. Jam themeluese e kompanisë Alfa Solar Energy edhe bashkëthemeluese e Komitetit Gratë në Energji dhe Miniera. Sistemi elektroenergjetik në Kosovë përbohet për disa shtyllave. Është prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe furnizimi. Sa i përket prodhimit të energjisë elektrike në Kosovë, primatin e prodhimit e mban dy termocentrale, domethënë mban Korporata Energjetike e Kosovës me dy termocentrale, kemi Kosovën A edhe Kosovën B. Edhe tash të fundi, fatmirësisht, kemi filluar edhe me gjeneru energjinë elektrike edhe përmes burimeve të rinovueshme të energjisë. Ndërsa sa i përket pjesëmarrjes së prodhimit të energjisë përmes linitit qymyrit ose prej BRI-ve është kështu, dikun 54% të energjisë elektrike në Kosovë gjenerohet prej termocentralit Kosova B. Dikun 35% e energjisë elektrike në Kosovë gjenerohet prej termocentralit Kosova A. Edhe dikun afër 12% e energjisë gjenerohet përmes burimeve 3x3 të energjisë, që këto ndohen në dy pjesë. Dikun 8% e energjisë gjenerohet përmes disa burimeve 3x3 të erës që janë në Kosovë, edhe disa hidrocentraleve. Edhe këto janë të kyçura në rrjetin e transmisionit. Edhe dikun 4% e energjisë gjenerohet përmes burimeve 3x3 diellore. Këto në fakt janë të kyçura në rrjetin kryesisht në rrjetin e distribucionit. Kjo është ajo paketa plot se çysh është pjesëmarrja e energjive në Kosovë dhe çysh gjenerohet. Ndërsa tash për transmisionin, sistemi i operimit transmisionit Kosovë është kosti tona. Kosti menaxhon nivelet e tensionit 110, 220 dhe 400 kV. Edhe mandej prej transmisionit kalojmë në distribucion. Operatori i sistemit shpërndarjes tash tona e kemi rastin ton KEC-in. KEC-i menaxhon ose operon me nivelet e tensionit 35 kV, 20 dhe 10 kV, edhe me 0.4. Kryesisht krejt shtëpitë edhe bizneset, po vlasim pak kapacitet të bizneseve më të vogla, janë të kyçura në 0.4 kV ose në tensionin e ulët, ndërsa si furnizues në Kosovë e kemi Keskon. Kesko do të thonë në rastin tonë për krejt konsumatorë që janë tregulluar, po flasim tregulluar sa i përket çmimit, për shkak që tash së fundi, do të thonë vitin 2025, ndodhi edhe liberalizimi i tregut të energjisë, do të thonë dalja në treg të lirë. Edhe kjo nënkupton që krejt ato biznese që i kanë plotsu kriteret për me dalë në treg të lirë të energjisë, energjinë elektrike, domethënë nuk kanë më, si çka qenë më herët, pak a shumë e domosdoshme me marr prej Keskos, tash munden me gjetë furnitorin edhe me u furnizu prej furnitorëve të ndryshëm të energjisë elektrike. Dalja në treg të lirë në fakt nuk është e keqe, është një fenomen i mirë. Po mënyra që ka ndodhur dhe sa shpejt ka ndodhur, i gjeti bizneset pak të papërgatituna. Për shkak që doli informata atëherë që për 2 muaj kanë me kalu direkt në treg të lirë, edhe problemi ke që nuk mushin me gjetë furnitorë të energjisë, për shkak që kanë dërguar emaila të ndryshëm, kanë kërkuar furnitor, po në fakt ofertat e vetme në atë kohë i kanë pranuar vetëm prej Keskos. Fatmirësisht tash, prej zyres regulatorit të energjisë janë licencuar edhe ka shumë kompani të ndryshëm si furnitorë të energjisë elektrike, të cilët mujnë mi furnizu me energji elektrike. Po atëherë ndodhi ajo panika që nuk dishin kam ja majt. Amo ai ka dëmtu, i ka dëmtu. Fillimisht i ka dëmtu për shkak që ndodhi një ndryshim i çmimit të energjisë elektrike, edhe kjo sigurisht ndikon në atë qëndrueshmërinë financiare të objektit të biznesit të ndryshëm, kështu që ndodhi veç për shkak të asoj panikës në atë kohë, po përndryshe tash është stabilizu pak a shumë, po ta këshirëm tash çysh po shkojnë edhe apo vazhdon ende me qenë kjo tregu i lirë e energjisë. Në fakt edhe mua më kanë ra parasysh rrjetet sociale disa faktura të energjisë, tu i krahasu 2024 të fakturën me fakturën e vitit 2025. Po në fakt, nëse nalim edhe analizojmë konsumin, e shohim që konsumi në vitin 2024, edhe pse e kanë nxjerrë që konsumi ka qenë i njëjtë. Do të thonë, e kanë nxjerrë si pe marrëm shembull, si tikon 1000 kWh ka qenë konsumi në 2024-ën, 1000 kWh në 2025. Ne mora veç si referencë si konsum. Po, kur nalish edhe analizon fakturën e energjisë elektrike 2024-shit, e shet që ato 1000 kWh ma shumë ka shpenzu në tarif të ulët, ose tarifa alirë që njihet, se sa në tarif të lartë. Tash, konsumi energjisë elektrike është vendos gati totalisht në tarifën e shtrejtë. Për ndryshe, të konsumatorët ekonomive familjare për shtëpia, e kemi edhe blok tarifat. Çka po nënkuptojnë blok tarifat? Nënkuptojnë që deri në 800 kWh
është një çmim i rregulluar, mbi 800 kWh është një çmim pak më i shtrejtë i energjisë elektrike. Nëse flasim për deri në 800 kWh, tarifën e lartë është afër 9 cent. Ndërsa mbi 800 kWh tarifa e lartë shkon diku 15.43 cent për kWh. Edhe kjo është më shumë që i penalizon krejt ata konsumatorët që konsumojnë energji elektrike më shumë. Kryesisht 800 kWh e te i kalojnë krejt ata konsumatorët cilët në fakt ngrohen me energji elektrike. Parim është bo dhe për që gjatë që me ndryshu mënyrën që mos me mri ai piku energjisë elektrike. Para disa dite, ndodhje pash edhe në media që kam rri konsumi energjisë elektrike dikon 1.6 mbi për rumbulla kësaj dikon 1.6 gigawatt ose 1600 megawatt. Tash kur të këshyrum na me prodhimin që e kem, hajde pe marrum si total prodhim, termocentralet shkojnë ashta me kapacitete maksimale dikon 900 megawatt. Kënej konsumin e kemi 1600 megawatt. Do me thonë është një vlerë shumë e madhe që duhet me i importu energjin. Tash nuk është problem që peni zakonisht në përgjithësi nuk ka energji elektrike, nuk ka problem për energji elektrike. Energji elektrike ka me bollëk, po problemi është me gjetë energji elektrike me çmime të volitshme. Tash krejt çto penalizimet që janë të ndodh për shkak që importi po është shumë i shtrejtë. Edhe kjo krejt në fund ka me ndiku te konsumatorët fundor. Për shkak që çmimet janë shumë të alta në import. Po, Alfa Solar Energy është një kompani që është themelu në vitin 2021, në mars vitit 2021, edhe në atë kohë plani i Alfa Solar nuk ka qenë më fokusu në projekte të mëdhaja. Për shkak që edhe Kosova atë kohë nuk është që ka pas projekte shumë të mëdhaja ose shumë me vlerë që janë qitash. Në atë kohë kemi qenë të fokusum kryesisht në projekte maksimum 5 kW. Do me thonë për projekte rezidencialit, themi, ose për projekte në kapacitet bujqësisë atëherë. Për shkak që Ministria e Bujqësisë në atë kohë edhe ende vazhdon me dhënë subvencione për krejt ata fermerët cilët investojnë në për bizneset e tyre, po si kusht e kanë me marrë një sistem solar. Fokus jonë ka qenë që aty. Mandej, të fillu me përdor rrjetet sociale, sidomos LinkedIn, e mendova thash, pse mos me pa mundësinë me tentu me depërtu në tregun internacional. Edhe çka puna mandej fillova me ju shkru pronarëve të kompanive ose menaxherave ose drejtorëve ekzekutiv kompanive në botë. Fillova me ju shkru, me ju tregu çka bojmë, çka dina me bo, sa veta jena në ekip, çysh performojmë, çfarë lloj projekteve kemi bo, edhe ju thash, a ka mundësi me shqyrtu jo opsionin që na me abu projektet juve prej Kosovës. Edhe çto mandej filloi ajo, po them, zgjerimi i kompanisë tem. Për shkak që, muj me thoni ku shumë 100 vetave. Adin, 100 veta i kumë targetu në LinkedIn si klient, po thojmë potencial. Për që aty në qenëve hajtë për marrim shembull që 2-3 me kanë këthy, edhe e di që njoni është me bazë në Berlin një kompani, ma ka këthy dhe ma ka bo, po, a mund është marrë në Berlin javën tjetër. Edhe jam ku njash zakonisht e emocionume dhe më mënoj shumë më ka ardhë shok për shkak që unë ku mënu që prej këtuhi direkt, ata më thirrën direkt me shku atje. Problemi jam në atë kohë që nuk, po mënoj na kena ditë gjuhën angleze, po është problem me kun e rjedhshme ti me folë, sidomos kur nuk e praktikon. Edhe qa kena bu, kena fillu vazhdimisht me folë anglisht me kolegët e mi e sen, thësha që mu shliru ku qkoj atje, mos me pas problemin e gjuhës, sidomos gjuhës në atë kohë. Edhe shkova. Kur shkova, ajo është kompani shumë e madhe. Edhe ata i kanë departamentet e ndame. E kanë departamentin që merren me plantacione, do me thonë, janë zhvillus të projekteve të mëdha, në toka të hapuna. E kanë një departament që është për zhvillimin e projekteve komerciale e industriale, do me thonë fabrikave e industrive, po e kanë edhe rezidenciale. Edhe kur më pyetën mu, tha ku po don ti mu fokusu? Thash, na kishëm pas qef më u fokusu në projekte komerciale industriale, për shkak që kishëm eksperiencën qysh me i dizajnu që ato. Edhe ma boni tha po para kish normal që duhet me hynë për testet ndryshme. Edhe tha, na ti dërgojmë 3 projekte, për sa ku mund është mi kry. Është fjalla me ekipin tonë ku të kthehesh. Thash, a muj me bo testin këto, se unë nuk dësha mu këthy në Kosovë, pa e pas dritën e gjelbërt që u kry e mora qatë kontratë. Edhe po ma bojnë, thanë, qysh këto me këtry, tha përsa, thash po, i kom 3 projekte.
të 3 mi ka ndonë, me 3 variacione të ndryshme. Fakt ato projekte janë konë reale, që janë konë fakt të funksionu, po këta kanë dosh me ditë margjën e gabimit sa e kem, prej projektit real, me sa që shpi dizajnoj. Tash amoni me malon një ditë ko, tash gjema një kompjuter qëto, tash edhe qëto pe punaj, njoni në zgjedhën cilën po doni, pe kry qëto dhe ta këshirëm apo bëhet mirë. Në rregull, thamë, shqunë të departamenti i inxhinieringut, ma dha një kompjuter edhe fillova me dizajnu. E di që që kum pas stres, vizato diçka fshi diçka, hupa totalisht hupa. Edhe thash, jo, thash e hupa, thash, po qa fola, pse se lash kur të kthena në Kosovë. Tani thasha me shku mi ju thonë, po pres, kur të kthena në Kosovë e baj. Po thash prit, ma që thash deri në fund ditës, ta provoj çka po bëhet, edhe mandej që s'poj me kry në rregull. Njerë u qetësova, edhe ja nisa me punu, mirë u kry. E kryva për thakova, ke ora 3, qështu afer 3. Edhe po shkoj te ai menaxheri i departamentit inxhinieringut atje, edhe i them thash u kry, thash ape këshyrum, a është mirë. Edhe po më tha, okay, tha hajde pe marrëm inxhinierin kryesor atje, edhe fillu me këshyr, a është mirë. Po ma kallzojmë projektin real. Se këta normal mi propozun produktet, e krejt mi kallzojmë me çka me bo. Edhe kur përshon nëse atje, projekti ka qenë ofër 1 megawatt, diku 910. Çka ja kësha huqën, e shkon për afër, dikon afër 7-8 kW. Po të e marë parasysh që unë e kum pas me hartë, nuk është që i kum pas koordinatat ose donat, detajet e objektit, nuk i kum pas, të e marë parasysh për ato, ata veç më këshurën edhe përshkojnë taj drejtori ekzekutive dhe tha, e ka bo gati perfekt, a vëdin, edhe po ma bënaj leja të 2 projekte tjera, pret nesër hajde e në shkrim kontratën. Edhe që kjo kon kontrata e pare Alfa Solarit me kompani internacionale. Fillu edhe me dizajnu prej Kosovës tash, projekte komerciale industriale. Çka ndodh? I bëjshëm Kosovë, i dërgojshëm se këta kanë inxhinier në për shtetet ndryshme. Zakonisht në për projekte, që ndodh? Bëhet dizajnimi, bëhet first check edhe second check. Dhe më thonë, verifikohet. Edhe që kjo first check kemi dërgu te inxhinierat kanë qenë në Afrikë. Ata e kanë pas pikën këta në Afrikë. Edhe që shtu ka vazhdu deri para, të thëmë 2 vjete. Para 2 vjete, mandej ka thirë prap në Berlin, edhe ma buni tha, a shetash mundësin për me kalu në dizajnimin e plantacioneve. Dhe me bo një upgrade. Edhe pja bëjtash, se qërëm, parim është, logikisht është se një njëjtë, po prap, kur të kinë kapacitete pak ma mëdha, është një vartrime. Thasha mundin me na mojë trajnime, veç për çdo rast, tash se dërgom një projekte, i analizoj, i këshyri edhe i përshtatëm. Tha në rregull, u kry. Prej që asaj kohë, themi mas 2 muaj, fillum edhe dizajnimin edhe projektimin e plantacioneve. Do më thonë, një kompani prej Kosovës edhe inxhinierat prej Kosovës arrin me përfundu projekte që po implementuan krejt botën, sidomos projekte internacionale. Kjo i përcaj përket pjesës solare. Tash filloj me u bo si term shumë i njohur edhe storage, do më thonë baterit. Edhe na si vend nuk është që kemi pas informacione shumë dhoja për storage systems. Do më thonë, kena ditë çka janë, kena ditë që shbohen, po me thonë na me dizajnu, me projektu, është problem. Edhe i shkruva, me metodën e njëjtë, fillova me shkru kompanive që zakonisht janë prodhues, ose që janë projektues, dizajnues. Thasha, kemi mundësi, i shkruva që shto, çka bojmë, tek bojmë, çka e na marë, a kena mundësi me bo edhe dizajnimin e sistemeve ku inkuadrohen baterit. Edhe po ma bën qaj pronari, Thomas e ka emrin, tha, Gentione, tha, mund është marrë, tha, një intersolar. Intersolari është një pipanajireve që mahet në Gjermani, në München. Tha, hajde një intersolar, tha, dhe diskutojmë. Edhe shkova në intersolar, veç për që cen kum shku. Edhe kur ullëm tavolinë me diskutuam, po më tregon, ai ne poshtë që nuk është ndaj far problemi jashtëzakonisht i madh më bu. Thash, apo na moni trajnime, çysh bëhet? Se ideja është që veç na vjen veç mi lidh pikat. Se na si inxhinier nuk është që bazën krejt e kem, po veç vjen ato mi lidh edhe me ditë çysh me operu. Edhe tha po. Ta ju mojnë trajnimet ose shkoni fizikisht ose online, inxhinierat prej Kinës. Edhe çashtu ndodhi. Direkt prej Kinës, për afër 2 javë ditë, kemi marrë trajnime intensive për që të punën e integrimit baterive. Edhe prej, domethënë, vitit kalum, prej dikon qershorit vitit kalum, kemi fillu edhe me qenë
dizajnues edhe projektues të integrimit baterive në rrjetin elektrik në shtete të ndryshme. Kjo është sa i përket kontratave internacionale. E tash ta bëjmë Kosovë. Alfa Solar Energy Kosovë është një EPC company, që bjen Engineering, Procurement and Construction. Do të thonë Alfa Solar Energy merret me komplet kryerjen e një sistemi solar me qelsa në dorë. Prej projektimit, dizajnimit, instalimit, mirëmbajtjes edhe legalizimit. Me thënë legalizimi është për shkak që kryesisht në Kosovë prosumers janë ata të cilët e injektojnë energjinë elektrike në rrjet, edhe mandej ajo energji elektrike i kompenzohet vlerë monetare, edhe për me arrit deri çto janë do procedura legale që duhet më ndjek. Kështu që na komplet si kompani e kryjm çit procedurë. Jemi të fokusuar kryesisht në objekte komerciale industriale, do të thonë bëjmë sisteme të kapaciteteve të mëdha që implementohen në Kosovë, edhe po pa përjashtim edhe të sistemet vogla kuptohet, po sistemet e vogla hala nuk është që është mrija e bume instalimeve, se për biznese mo thamë që energjia solare nuk është luks, është nevojë. Për shkak që pa tjetër ja vlen me investu, se nuk kanë çmimet e larta, kthimi i investimit ndodh për 3-4 vjet, domethënë nuk ka diçka që të kthehet investimi më shpejt se sa që të kthehet përmes sistemeve fotovoltaike. Kështu që ja vlen jashtëzakonisht shumë. Edhe çështja në financa nuk është problem, për shkak që ka jashtëzakonisht shumë mundësi, ka subvencione ndryshme, ka grante ndryshme dhe çështja nëpër kredi është shumë e lehtë. Sidomos tashmë këtu ekokredi ose kredit buta që janë, që ju ndihmojnë për me pas qasje sisteme ndryshme. Po pak kemi qalu, po thon, kemi ngec për shtëpia. Për shkak që nashta sigurisht është edhe problem vlera e TVSH-s që është hala, domethënë që nuk është dasht. Për shkak që bizneset TVSH-n e rimbursojnë, edhe nuk është problem. Po konsumatorët fundor shtëpia nuk kanë qysh. Edhe ajo është një barë kogja e madhe për ta. Do me thonë vlera të TVSH-s. Tjetër, kemi një mungesë jashtëzakonisht madhe të subvencioneve. Para dikun afër një vit, gati 2 vite po bëhen që ke subvencioni që dha Ministria e Ekonomisë, edhe pat kërkesa jashtëzakonisht mëdha. Po tash ato janë ndalë edhe me ndaljen e subvencioneve, e granteve, ndalet edhe kërkesa për instalime. Çmimi i sistemeve solare dallon çmimet, dallon për biznese dhe dallon për shtëpia, për shkak që duke u rrit kapaciteti, ulet çmimi i kilovat, çmimi për kilovat. Nëse po flasim për shtëpia me bateri të inkuadruar, mundet mu sjell diku 4-5.000 euro çmimi për një sistem solar, mundet më shku dhe më shumë, varet prej llojit produkteve që merren. Ndërsa për biznese çmimet janë pak, po them, më ekonomike në nivel të kilowatt pik fuqisë instaluese për shkak të rritjes kapacitetit. A është e papërballueshme? A është e vështirë mu gjetë? Është. Për shkak që si vlerë fillestare është problem. Edhe pse ajo mandej e lën vetë ndërkohë, po për ekonomi familjare, po mendoj është tu konsideru si pak problem. Si përfundova në këtë profesion, fakt në shkollë fillore kur kam qenë jashtëzakonisht, po mendoj më kanë shku lëndë e shkencave natyrës, fizika, matematika. Po ëndra jem nuk u konë fakt më konë inxhiniere, ëndra jem kur kam kalu shkollë të mesme, prej klasës 10 ka qenë për mu konë mjeke. Edhe bashkë me shoqen tem të ngushtën, Arbonën, prej klasës 10 kemi fillu me u përgadit për mjekësi. Kemi ble atlasa ndryshëm, kemi shku në kurse ndryshme për provimin pranues që ka qenë mjekësi. Edhe jemi përgadit edhe, po mënoj në atë kohë për ne kemi qenë të përgadituna. Edhe u bo koha për me hy në test pranues. Kërkush, as familjes tem, as shoqërisë tem, nuk e ka dyshu që nuk ka mu pranu. Dhe kjo u konë, si thonë, e sigur që ka mu pranu mjekësi. Edhe unë e maj në mend, ditën kër kum shku më provim pranus, ka qenë gushti. Edhe ka qenë koha Ramazanit atëherë. Edhe unë e më kona gjërushëm. Edhe që ajo ditë ka qenë dita ma e ngrohtë e vitit. Edhe unë e tash, krejt ma bëshin preshagjerimin e mos shka me stres në provim. Se dhe plus nuk isha flejt krejt natën. Dhe shë ajo se që kjo më në të më bose veb që unë me u pranu. Qa që më konë eqët kur kum shku, unë nuk di që shkum dalë prej provimit pranus. Kur dola, me bindjet plot më konë që e kum bo kretë mirë, dhe kum na dalë për parana, edhe për dalin rezultatet. Kur kanë dalë rezultatet, pja bëjo në shoqës tem, thash, hen t'i këqyre dhe kalzëm që ka po bo. Pesha nuk po më lajmërohet.
Ajo është pranu fatmirësisht, po nuk jom pranu, për shumë pak pikë nuk di sa kanë qenë atë ku. Domethënë asnjë pikë e plotë sukon që nuk jom pranu. Edhe meta kërka heq. Domethënë nuk desha tash ka mja majt. Një ide që është propozesh, dhe shka në Tetov, për fazën e dytë, domethënë, shkon në Tetov, tani bën transfer, kthehesh në Prishtinë, Universitet Prishtinës. Do të tjerë m'jepshin opsione shko fakultet FSHMN, regjistroje biologjin, kimin, tani bën transfer, se të pranohen provimet të ekuivalentohen. Edhe unë e mora shumë i natë. Se thash, adin, masi su pranova herën e parë, pse po bëj? Se i bike totalisht me hub vitin. Shkova me marrë dokumentet. Mjeksi, i tërheka, edhe i kum pas 2 ditë kohë për me apliku për afatin e dytë. Ku me shku në qëfar fakulteti dhe meta nuk disha kam i dërgu, se nuk është që kum pas plan B. So, as nuk e kum konsideru idenë që nuk kam me u pranu. Edhe tuar prej fakultetit teknik për pjetë, është prej fakultetit mjekësis, është fakultetit teknik anash. Edhe pe këqyrim, kesh me qatë shoqen tem Arbonën, edhe pëtën thash, Arbon thash, po du me shku në teknik. Edhe e më këqyri tha, e qa buhet atje? Thash nuk e di. Thash, hajde veç përshura pe këqyrim drejtimet. Kur përshkoj, atje fakulteti e elektrës, ndërtimtaris edhe mekanikës. Edhe thash, e di që është përmendën shpe fakulteti e elektrës që është i vështirë. Unë dësha me studiu diçka të vështirë, nuk dësha me studiu diçka me thonë se s'ka fakultetet lehta, apo diçka që ka një pesh pak më të madhe në aspekt të kërkesës. Edhe pesha, po drejtonat e fakulteti e elektrës, pikëshyri drejtimet. U konë kompjuterika, telekomi, automatika dhe pesha një drejtim elektroenergetik industriale. Si pas emnet, më dok emën i vështirë. Dhe pja bëj thash, që të po hi, thaj, qa punon me këto, e ma bëj ke. Thash nuk e di, thash e morën vesh ma vonë. Edhe i dërzova dokumentat, direkt qa dit, shkova e plëcova formularin, sa tu fotokopje të ofert të fakultetit teknik që janë, edhe i dërzova. Edhe tash kur përshkoj shpe, kem prend, edhe ata të menu që shumë ma po zgjidhjen me më qunë të tovë, që me ma bo transferin, më këthy pra vitin arshë në Prishtinë. Edhe, po ma pëm papi e pyta që ta, thash u kry, thash aplikova, tha ku aplikove? Thash aplikova elektroenergetik industriale. Më thash që e të fol, tha e mjekësia? Thash ja, thash u kry mjekësia. Edhe tash problemi jam u konë që nuk kum pasën e basë, se të më keq shkollën e mes më një fokusu për mjekësi. Nuk është më në matematik, fizik, na kena pas në shkollët mesë, për nuk është që e kum zotru, na e di na niveli matematikës në teknik që është. Edhe në atë kohë babi më pa të pagu mësus privat, për krejt verën, unë nuk u shku asë në pushim, asë nuk kom dalë, krejt verën jëmë përgadit për fakultet teknik. E pa ta mësu matematikat, krejt komplet që shkojnë, është ke ideja sa për me mujtë me u përshtat me njëherë që mos me u vënu në aspekt mësimeve, edhe që shtu, si përfundim andej meta në teknik. Kur u bo puna temës diplomës, se tash edhe teknikun kum studiu elektroenergetik industriale, tash kjo dallon kogja shumë me energjinë e ripërtretshme. Kur shkova tash me marr temën e provimit, temën e diplomës, po ma bën profesori, tha çka po do në marr, tha kina i pikë të fortë, tash nuk e di. Tash çka të më propozon ti? Edhe po dal tash në kafe me shoqni. Edhe po ma bën një shok. Tha, hej, tha, ke po, tha, që shën sa bosa këta që miren me energjit ripërtretshme, tha se është ketë fusheria, përdin, tha krejt i pysin tash ata, tha dhe nëse i bjen këta, i bjen më konë inxhinirat e parë. Qysh e mora që ti përra, veç klek më boni inxhinirat e parë, të këthejnë atë profesori, thash profesor, thash afep, një temë, thash me energji solare, thash të përdu me mësu. Tha, po, tha, adin ku me gjithë material, thash, po, qatë mund është me më dhënë ti, mjep, qka s'mon është, thash, gjoj që në për kompani në Kosovë. Atër s'ka pas shumë kompani, në konë, është 2-3 kompani, që ke mujtë me marrë informacion për i tyne. E mora temën. Edhe ta shka mund vyke, se na zakonisht teknikut nuk na mjafton me i ditë teknikisht, do më thonë, nuk na mjafton me i ditë veç teorikisht, po duhena me ditë që ato sisteme edhe në praktik që shbohen. Edhe ja fillova me shu kompanive në Kosovë. A mujnë me më pranu, me majtë praktikën profesionale, mënyrë që une me bo temën e diplomës. Nuk desha me bo shablon, po desha me bo një temë ta manë të mirë felt, edhe me mësu vetë prej saj. Edhe ku shu kompanive ndryshme dhe një kompani në Kosovë, pranoj, tha po hajde, kur më nësh me startu? I thash muj me startu prej nesër, tha prej nesër hajde. Fillova me punu atë. Kur fillova me punu, ja nisa me mësu ato hapat e parë. Edhe pashtë që e gjeta jashtëzakonisht shumë vetëm, për shkak që
në qatë kokon, hala është fakt, po është fush sfiduse, se ti se dhe ka du shkryt Kosovë, kërkush s'ka pas me do një informacion, se s'kan dit, do nuk kon fush e ri. Edhe fillova me pas kontakt me inxhinier një ndi. I shkrysha, a mundi me mësu, a bëdin normal, me pagesë kuptohet, po fillova dhe më thonë me ta mi bo projektet këtu në Kosovë. Fillu me qatë kompaninë me marë projekte komerciale të parat. Më thonë që aty i ku marë ato hapat e parë, dizajnimit, edhe të njohës edhe të përvitësimit profesionit. Kështu që në qëtë formë, mandej e kryva temën e diplomës, u kryu, përfundu, edhe sot, dyqysh, kur e mendoj vetën, a kisha mujtë me konë mjeke, dyqysh të më shqyqër, nuk bohët që shdojna na, po bohët që është ma e mira për neve. Edhe nuk muaj me paramendune, do më thonë me pa dikush që është i smut, mu komplet më ligë trupi, e thëmë, qysh ku më ndrune me konë mjeke. Do më thonë, e di që nuk ish konë pika e me fort, edhe e di që nuk isha mujt me konë, po thëmë, prej mjekeve dhe dalume, se mjeke mundet me konë gjithkush, po ideja është me konë profesion e dalume, edhe e di që nuk isha mujt me konë, kështu që jam shumë falenderuse prej jetës edhe rjedhës që shka jetë, që nuk u bo që shkom dash, po u bo që shkon ma i mira për mu.